Për 24 majit, udhëtarët do të kenë akses të kalojnë përmes tunelit të Llogaras, në jamë më rëndësishme lidhëse në Rivierën Shqiptare. Automjetet e para nisën të qarkullonin që prej orës 9 të mëngjesit, ndërkohë që distanca mes Llogares dhe Palasës shkurtohet ndjeshëm përmes këtij investimi. Tuneli u hap zyrtarisht një vit më parë, ndërsa u mbyll pas sezonit turistik për t'u nënshtruar disa punimeve shtesë që përmirësuan infrastrukturën në këtë segment. Prej ditës së sotme deri më 15 shtator kalimi do të jetë pa pagesë. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, njëherësh edhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, bëri të ditur se kalimi në tunel do të jetë pa pagesë deri më 15 shtator për të mbështetur industrinë e turizmit. Me një gjatësi për 6 kilometrash, tuneli i Llogaras përbëhet nga 2 tuba, ai kryesor dhe një tunel emergjence të lidhur me 11 dalje. Tuneli jo vetëm lehtëson qarkullimin, por gjithashtu redukton kohën e udhëtimit nga Ducati në Palas, e cila më parë zjaste rreth 30 minuta në vetëm 7 minuta. Tuneli i Llogaras u hap për kalimin e automjeteve përgjatë sezonit veror të vitit të kaluar me 5 korrik, ndërkohë që në muajin tetor u mbyll sërish për të përmbyllur punimet edhe në tunelin e emergjencës, pasi me një gjatësi për 6 kilometrash përbëhet nga tuneli kryesor dhe ai i emergjencës. Tashmë është finalizuar ky projekt strategjik. Edhe këtë sezon do të jetë i hapur deri më 15 shtator.